A ka mënyra se si ne mund ta ushtrojmë ose mund ta stërvisim trurin që të kemi një kujtesë më të fortë? Një dietë e shëndetshme, e bollshme, e pasur me proteina, me vitamina, me pak krip, me pak sheqer, është ajo që ne na ndihmon ta kalojmë këtë. E dyta, menjanimi i veseve, sidomos i duhanit dhe i alkoolit, është kryesori, dhe ashtu si stërvitim trupin, bëjmë vrap, bëjmë palestër, duhet stërvitim edhe trurin. Edhe që të stërvitim trurin, metoda e vetme është libri. Libri është ai që stërvit trurin. Sa më shumë të lexosh, aq më gjatë ke memorie, aq më mirë është truri. Ka edhe njerëz që e teprojnë me leximet. Nuk është e këshillueshme, sidomos për studentët, për njerëzit që duhet të lexojnë gjatë gjithë ditës, që të lexosh herët në mëngjes, ose të lexosh mbas orës 10-11 të darkës. Vërtet, njeriu mund të jetë produktiv, por ajo e acaron trurin, nuk e çlodh trurin, e lodh trurin. Dhe ajo mbi ngarkesë në memorien e trurit ngjelet shumë pak, ngel nesër pas nesër dhe zhduket. Kështu që këshilla ime është që të kemi shëndet të mirë të trurit, duhet të ushqehemi mirë, dhe këshilla ime e dytë është që të kemi shëndet mirë të trurit, duhet të lexojmë.